E morëm mendimin me sa duket do ta bëjmë bashkë, fshehur, gjithçka fshehur, pa transparencë. Gjithçka fshehur, pa transparencë. Pa transparencë. Që të rëkazi më të hapin. E fillon? O sekret. Urda? O sekret. Sekret, pa sekret, sa të vinë tani? Fshehur, mbaj fshehur. Sekretot. Nuk dihet se çfarë po ndodh, po një gjë është e sigurt. Po e mbyllim me njëri tjetrin, fshehurazi, si zakonisht. Si zakonisht. Çmenduri. Çmenduri. Edhe një herë për ata që na janë bashkuar dhe që po më ndjekin, këtu në këtë sallë është mbledhur Këshilli i Mandateve. Çdo deputet i Republikës Shqipërisë ka të drejtë, pavarësisht se nuk është antar, u vendos kërkesa, u votua për kërkesën që bëm? Ju jeni? Jeni jashtë, ku jeni jashtë? Jeni jashtë tani? Asnjë nuk jep asnjë përgjigje. Ky është atëherë, Këshilli për Mandatet është mbledhur sepse kanë ardhur prokurorët që kanë kërkuar arrestin e Belinda Ballukut. Këshilli është përbërë nga antar të përhershëm, antar zëvendësues, por rregullorja parashikon që çdo deputet i Republikës së Shqipërisë, janë se doli, mund të dinë nëse kërkesa ime është... Akoma se nuk ka filluar procesi. Nuk ka filluar. Akoma s'është votuar nëse mund të marrë pjesë apo jo. Faleminderit. S'pas ka filluar, ka akoma shpresa. Do votohet, e keni... Do vendosi vetë Këshilli. E kuptova, po do votohet, po si do vendosi Këshilli nëse nuk voton me votë? Po do vendosi Presim të votohet kërkesa jon për të marrë pjesë. Atëherë, po shpjegoja që ky është, këtu po mblidhet Këshilli për mandatet dhe për imunitetin. Spaku ka sjell kërkesën për arrestimin e Belinda Ballukut. Në këtë këshill mund të marrin pjesë antarët e përhershëm, antarët zëvendësues dhe çdo deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Çfarë kanë bërë? Janë mbyllur brenda dhe nuk më lejojnë mua si përfaqësues i Partisë Mundësia të marr pjesë. Është një drejtë e parashikuar nga rregulloria dhe nga kushtetuta. Çdo deputet duhet të vihet në dijeni nga prokurorët me kërkesën e tyre dhe me provat që ata sjellin, në mënyrë që të jetë i informuar para se të marrë vendimin kur në seancën plenare të votohet heqja e mandatit të një deputeti, në rastin konkret të deputetes Belinda Balluku. Kjo është një shkelje qartësisht e rregullores. Pse e bëjnë? E bëjnë sepse nuk duan të bëjnë transparencë. Nuk duan që deputetët e partive të tjera opozitare të marrin vesh kërkesën, të marrin informacione në lidhje me provat e mbledhura dhe sa e rëndë është përfshirja e Belinda Ballukut në aferat korruptive. Është thjesht kërkesë për censurë. Duan të censurojnë. Qartësisht po bëhet pa media, sepse kanë justifikimin që prokurorët kanë kërkuar që të bëhet me dyert të mbyllura, por është gjithmonë kur prokuroria bën një kërkesë për heqje mandati, kjo ka ndodhur, njëjta gjë ka ndodhur me gjitha kërkesat e tjera që kanë ardhur në këtë parlament, edhe me Samir Tahirin, erdhi kërkesa që të mbledhja të bëj me dyert të mbyllura, por nuk u mor parasysh, kurse këtë radhë u mor parasysh. Pse? Sepse këtë radhë është i përfshirë vetë Edi Rama. Nëse e keni parë, në përgjimet që kanë nxjerrë Spaku që përfshin dhe shpjegojnë se si Belinda Balluku ka abuzuar me fondet, si ka vjedhur paratë e shqiptarëve, përmendet Edi Rama. Qartësisht Belinda Balluku i thot Berberit, e more vesh qa është ky se thot që e ka mbyllur me Edi Ramën për një tender, dhe Berberi i thot, ishte një tender i madh, ndam në disa tendera që të merrnin të gjithë.
Edhe i thot Belinda, i thot, po unë si nuk e dija, pse s'më keni thënë dhe mua për të gjë, po më marrë vesh nga ai i cili më thot që e kam mbyllur me Edi Ramën. Thot, po kështu tha, kështu më thanë të bëja dhe kështu bëra, thot Berberi. Edi Rama është totalisht i përfshirë. Tendrat nuk i ka shpërndar Belinda Balluku me kokën e saj, nuk i ka shpërndar Berberi me kokën e tij, por i ka fituesit, i ka vendosur Edi Rama, i ka vendosur te grupi i tij. Dhe kjo është arsyeja pse e bëjnë me dyert të mbyllura, sepse nuk duajnë që këto të merren vesh. Duhet ta mbyllim me njëri tjetrin. Praktikisht hetimet e SPAK-ut porrëzojnë sistemin korruptiv të Edi Ramës. Sistemin korruptiv të Edi Ramës, që në fakt nuk ka prekur vetëm majorancën, po e ka prekur të gjithë shtetin, të gjithë, pa përjashtim, përfshi këtu dhe opozitën. Kanë dalë në përpërgjime të gjithë. Është momenti për të bërë transparencë, është momenti për t'u treguar shqiptarëve të vërtetën. Këta janë të trembur sepse po bie gjithçka. Po bie sistemi i tyre i bazuar mbi korrupsionin, i bazuar mbi blerjen e mediave, i bazuar edhe mbi kompromentimin edhe të një pjese të opozitës, po bie gjithçka. Dhe prandaj kanë nevojë të fshehin, kanë nevojë që mos të merret vesh, kanë nevojë të mbyllen aty me dyert të mbyllura. Kjo është ajo që po bëjnë. Ky është skandali që po ndodh. Jemi këtu me protestuesit e Partisë Mundësia, janë jashtë kryesisë së kuvendit, ju ftojmë të gjithëve të vini, të protestoni, të kërkojmë së bashku largimin e kësaj kaste të korruptuar. Kanë kapur Shqipërinë. Imagjinoni, prokuroria ka hapur një çështje tjetër, ka arrestuar të gjithë, pothuajse një pjesë të mirë të drejtuesve të Akshit para disa ditësh. Të gjithë i ka marrë. Është çmenduri çfarë del nga aktet dhe nga provat e SPAK-ut. Praktikisht, oficer policie kanë arrestuar një qytetar shqiptar. Oficer policie, tamam, duket e pamundur, duket e pabesueshme për ja që ka ndodhur. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës, kjo është qeveria e Edi Ramës, kjo është majoranca. Këta që kanë vendosur ta bëjnë mbledhjen këtu me njëri tjetrin me dyert e mbyllura, jashtë i kuvendi, jashtë i parlamenti, urdhërojnë pengmarrje, kanë marrë peng qytetar me oficer policie. Kjo është çmenduria që po ndodh. Kjo është arsyeja pse një nga arsyet pse ne duhet të dalim dhe të protestojmë të gjithë bashkë. Ju ftoj të gjithëve të vini na bashkoheni. Ndërkohë, akoma nuk kanë marrë, në fakt nuk dihet se çfarë po ndodh, nuk ka asnjë, nuk di asgjë, vetëm ata që janë brenda din se çfarë bëhet. Asnjë nuk di asgjë. Vazhdojnë të mbyllur aty brenda. Vazhdojnë të qëndrojnë mbyllur. Dhe nuk bëjnë ditur. Kemi bërë një kërkesë, kemi bërë dhe një kërkesë zyrtare, na takonte të ishim aty brenda. Po përveç saj kemi bërë dhe një kërkesë zyrtare, që kërkesa jonë për të hyrë dhe për të marrë pjesë në këshill, në mbledhjen e këshillit, të votojë nga këshilli. Akoma nuk na thonë se çfarë kanë vendosur. Është totalisht asnjë lloj informacioni, as në lidhje me kërkesën tonë. Duhet ishim aty brenda që të motivonim, të argumentonim kërkesën tonë. Na është mohuar totalisht kjo e drejtë. E përdorin shtetin sikur ta kemë tron private. Kryetari Peleshi mendon se është pronar i parlamentit. Mendon se ai mund të vendosë çfarë të dojë. Nuk i intereson fare që ka deputet të zgjedhur me votat e qytetarëve, që kanë të drejta që burojnë nga rregulloria, që burojnë nga kushtetuta. Nuk do t'ja di. Nuk do t'ja di. E trajton sikur ta ketë pron private. Pse e bën? E bën sepse ka marrë urdhër nga Edi Rama, sepse ky është një moment për ta, është një moment i rëndësishëm. Është momenti që mund të sjellë fundin e tyre, dhe do sjellë fundin e tyre në fakt. Do ta shikoni, është çështje kohe. Nuk kishin besim, një pjesë e mirë e shoqërisë nuk ishte besim që drejtësia do vepronte, drejtësia do t'i nxirrte, do t'i merrte të pandehur, po ja që po ndodh. Po ndodh. Dhe ky është vetëm fillimi. Nuk kanë nga të fshihen. Do mbyllen aty brenda, por nuk kanë nga të fshihen.